Unë besoj që po. Gimbo dhe Selin janë natyrë po e njëjtë, janë tipa të njëjtë, kanë shumë kimi të dy së bashku, janë shumë fëmijaqa, siç e thonë dhe Gjesti, e jetojnë momentin e tyre dhe mendoj që është një marrëdhënie që do të jetë funksionale. Edhe tek Gimbo e kam parë që Gimbo është shumë i dashuruar në marrëdhënien me Selin, do të thënë ka një seriozitet në këtë marrëdhënie, sepse njeriu që dashuron duket, në natën e finales më shumë ka qarë Gimbo se Selin, nuk e di se ajo ka rënë si kjo gjë. Dhe mendoj që Gimbo ka një tërheqje të çmendur nga ana e Selin, po dhe Selin ka një simpati për Gimbon. Mendoj që Selina është e zgjuar për të bërë matematikat, ajo e di shumë bukur se si ndikojnë në marrëdhëniet të krijuara brenda kësaj shtëpie, jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Kemi shumë shembuj që në fakt kanë qenë jashtëzakonisht afatgjatë dhe të suksesshëm, dhe mendoj që kjo marrëdhënie do të funksionon dhe besoj që nga ana e çiftit do të jetë një verë e cila do të na surprizon. Unë me thënë drejtë nga informacionet që kam presim një bashkëpunim mes Gimbos dhe Selin, që Gimbo në aspektin e DJ, Selina në kuadër të balerin do të bëjë një super klip të bukur shoqëruar me një melodi, le ta themi, të krijuar nga Gimbo, por fillimisht njerë Gimbo është duke vazhduar të punon me mikun e tij besnik Gjestin. Por si dashuri, jam i bindur që do të jetë një dashuri afatgjatë sepse kimia është shumë e përbashkët. Unë shoh shumë tek ky çift.